Bazuar në vendimin Në mbledhjen e parë të komisionit, dy bashkëkryetarët që do drejtojnë punimet e reformës territoriale, Arbian Mazniku i socialistëve dhe Luciano Boçi i demokratëve, nuk arritën të ulen bashk. Për ngritjen e komisionit posaçëm të reformës administrative territoriale. Megjithatë, ata e kanë të qartë mbi cilat shina duhet të ecin, siç tregojnë për ABC News. Në atë moment ne na duhet të kemi institucione vendore, të cilat janë të afta, të operojnë jo thjesht institucione që ofrojnë shërbime për territorin e tyre, por që janë të afta të operojnë në linjë me politikat e Brukselit për të rregjur sa më shumë financime nga programi i kohezionit dhe fondet strukturore. Pra, nuk është territori objektiv në vetvete. Kompetencat, burimet financiare dhe njerëzore në një territor caktuar. Duhet të analizojmë të treja. Nëse ndarja territoriale e bashkive të jetë e përputhshme me karakteristikat ekonomike, me karakteristikat gjeografike të zonave, me lidhjen e komuniteteve historike dhe shpirtërore, dhe tek e fundit të kenë një diferencë pranueshme midis tyre në tendencat e zhvillimit. Demokratët do të vijojnë të qëndrojnë kërkesës për shtim të numrit të bashkive. Mos nisemi nga një numër virtual, duam më shumë bashki dhe të përcaktojmë një numër. Ne duam një ndarje më të drejtë dhe kjo e drejta na kushtozon që themi që duhen më shumë njësi vendore, më shumë bashki. Në Shqipëri mos kemi tendencë të ngushtimit të tyre. Propozimi për më shumë bashki, kemi pas një numër të përafërt në 100 bashki. Por pritet të shihet sa mbështetje do të gjejnë tek mazhoranca e komisionit që ka argument të kundërt nga ata. Unë mendoj që nuk është rruga më e mbarë që ne të shkojmë drejt një propozimi numrash, i cili më së shumti priret nga logjika të kemi pak më shumë bashki që të fitojmë ne sa më shumë. Problemi që ne kemi është që të gjitha të dhënat sot na tregojnë në mënyrë sistematike një gjë, të gjitha. Bashkitë më të vogla ofrojnë shërbim më të keq. E kanë raportin e numrit stafit për banor më të lartë. Shpenzojnë më shumë para për pagas sa për shërbime. Mbledhin më pak të ardhura, investojnë më pak, investojnë në mënyrë më pak eficiente. Mazniku thotë se nuk është territori objektiv në vetvete të kësaj reforme, por një propozim e ka, që siç duket do të haset në kundërshtimin e demokratëve. Pjesë e diskutimit është a bën sens që në një nivel të ndërmjetëm të çojmë më shumë funksione? Pastaj sa i madh është ky nivel i ndërmjetëm, është diskutim që mund ta bëjmë. Por tashmë që në arkitekturën e kushtetutës është caktuar që ne kemi një sistem me 2 nivele, ku disa funksione bëhen në nivelin e bashkisë apo komunave, siç ka pas, dhe disa funksione bëhen në një nivel më të lartë, më të koordinuar. Kam dëgjuar që mund të ketë propozim për krye bashki ose bashki qendër me bashki periferike. Për mua është diskriminim, bashkitë duhet të kenë të njëjtën rëndësi pavarësisht territoreve që mbulojnë apo zonave gjeografike ku janë. Këte të bashkive të qendër nuk e pranojmë. Ndarja në rajone territorit pritet të rikthehet sërish në debat. Padyshim që duhet diskutuar si element, ai është një diskutim i cili impakton jo pak dhe mënyrën se si organizohet jo vetëm pushteti vendor, por edhe pushteti i dekoncentruar. Pra nëse ne kemi pushtetin e decentralizuar, që thot një detyrë që është dhënë bashkive për ta bërë, pushteti dekoncentruar është një pushtet i cili është i qeverisë, por ndodh në territor.